Sot jemi mbledhur sepse buxheti vjeti 2026 është duke riprodhuar të njëjtën mendësi të mbrapsht të thellimit të pabarazive në shoqëri. 35 vjet më parë, rruga Elbasanit jehonte nga thirrjet e studentëve për liri dhe demokraci. Sot kemi pluralizëm, por unë nuk besoj se ne kemi demokraci, pasi demokracia nuk mund të ecë krah për krah me oligarkinë. O ka demokraci, pushteti është në duart e demosit të popullit, ashtu siç do duhet ishte, ose është në duart e oligarkisë, ashtu siç për fat keq është sot. Nuk mund të ketë liri, demokraci, drejtësi përsa koka pabarazika është mëdha shoqërore. Ne pabarazin e vuajmë në kurriz çdo ditë, në çdo vendim tonin, pavarësisht iluzioneve që na thanë 35 vjet më parë se me ardhjen e tregut lirë do të jemi të lirë në vendimarrjen tonë. E vetmja liri që ne kemi është për ditur cilat produkte do të zgjedhim me aq pak qindarka sa kemi në xhep, se cilën shtëpi do të marrim me qera në fund të botës, pavarësisht se gjithnjë më shumë po shkojmë drejt periferisë së Tiranës, se a kemi para për të vajtur në universitet apo do duhet i mbledhim për biletën e fundit të avionit drejt rrugës së emigrimit. Dhe kjo nuk është liri. A ka liri në një shoqëri e cila riprodhon vazhdimisht padrejtësi dhe pabarazi? Pabarazia nuk na vret vetëm në përditshmërinë tonë, kur jemi në market, kur jemi në shkollë, kur jemi në spitale, kur jemi duke u ndeshur me burokracinë, me institucionet e pandrejta. Pabarazia mbi të gjitha nuk vret vetëm lirinë dhe demokracinë, po vret edhe nervin shoqëror për të reaguar. Në izolimin e përditshëm që ne kemi në luftën për mbijetesë, ne kemi shumë vështirë që të mendojmë se si do organizohemi, se si do flasim me njëri tjetrin, se si do jemi solidar, e në kushtet e një izolimi të tillë, një depresioni të tillë, bëhet gjithnjë më vështirë për të reaguar. Jo më kot mund të shikoni edhe analistët të cilët janë të pavarur, analistët e qeverisë, të cilët i shikonin nga emisionin e emision që thonë që ky popull nuk bëhet, që asgjë nuk do ndryshoj, që protestat tuaja nuk e rrëzojnë qeverinë, por ka një arsye pse kjo gjë ndodh, dhe ky nuk është thjesht cinizëm i rastishëm i një qytetari të zakonshëm, por është një strategji politike për të krijuar gjithnjë më shumë dëshpërim. Dhe arsyeja është sepse këta e kanë shumë të qartë se nëse ne jemi të vetëdijshëm për fuqinë që kemi, kur jemi në bashk kolektivisht për të ndryshuar dhe për të organizuar, fundi atyre cilët kanë pushtetin e tyre dhe pasurinë e tyre në kurrizin ton nuk është edhe aq i gjatë. Bravo! Bravo! Buxheti u kalua dhe unë e di që ndoshta për disa mund të duket sikur asgjë nuk ka ndryshim, por unë mendoj që detyra jon qytetare, detyra jon politike gjatë 2026-s duhet të jetë për të rezistuar. Për sa kohë qeveria, pushtetarët, oligarkia din të jenë bashkë, ajo çfarë ne do duhet t'i themi vetes njëri tjetrit dhe mos harrojmë kurrë, dhe të flasim me bashkëqytetarët tanë, ata të cilët janë ende prej dëshpërimit, cinizmit dhe mungesës vullnetit. Ja, ka shumë qytetarë që duan të flasin, unë do ta mbyll shpejt. Kështu që po, kjo është thirrja ime që sa më shumë vetë të angazhohemi dhe të organizohemi. Sepse detyra jonë, sidomos e të rinjve, studentëve, punëtorëve, të cilët në 90-ën dhe 91-shin dolën në rrugët e këtij qyteti në dhjetorin e 35 viteve më parë, ishte që të luftonin për liri dhe për barazi, sot është edhe më e rëndësishme nëse rast se duam të vazhdojmë të jetojmë në Shqipëri.